Filluam ndeshjen shumë mirë, perioda parë shkëlqyem, mund të them, në rezultat 34-19. Pastaj në periudhën e dytë patëm ca probleme sepse bëm edhe pak rotacion edhe lojtarët e ri nuk janë ingarnuar akoma në sistemin e lojës, kështu që duhet pak kohë, por shqyr arritëm në pjesën e dytë ta rikuperonim atë disavantazh që krijuam në periudhën e dytë edhe të menaxhonim lojën në mënyrë komode. Dhe është një fitore e rëndësishme ndaj një kundërshtari direkt si Kamza për play-off, kështu që ne na ndihmon, na jep zemër, na jep kurajë për fazën e dytë kampionatit, ku kemi shumë për të rikuperuar fitore, kështu që është një rezultat pozitiv dhe na ndihmon në vazhdimsi. Dekadën e fundit Teuta na ka mësuar që lufton për trofe, fiton trofet më të rëndësishme të kampionatit, po këtë sezon si e shikon garën, është një garë ashpër. Gara si vjetë është më e vështirë edhe për shkak të formatit të si vjetëshëm, nëse vitet e kaluara kemi pasur 6 ekipe dhe kemi pasur mundësi të ballafaqohemi kundër kundërshtarëve direkt 4 ndeshje në vit, në sezon domethënë. Si vjet kemi vetëm 2 ndeshje për sezon, 2 faza, kështu që kjo na penalizon pak, duke qenë se në fazën e parë kemi bërë disa humbje që na kanë kushtuar dhe për momentin na pozicionojnë në një vend që nuk e meriton Teuta e këtyre vite e kësaj dekade të fundit, por që shpresojmë që në këtë fazë dytë të arrijmë të rikuperojmë, kundërshtarët janë të fortë, sidomos ato që do të përballeni në play-off, por që po luajtëm me ritmin që luajtëm sot, besoj se Teuta mund të marrë një rezultat pozitiv dhe të bëjë paraqitje dinjitoze edhe për këtë vit. Edhe i koment sa i përket afrimeve të fundit, si janë përshtatur me ekipin? Afrimet e fundit organizatori është përshtatur mirë, Powers ka bërë ndeshje dhe performanca shumë të mira që kanë ndihmuar ekipin dhe i kanë dhënë një shtys tjetër, ndërsa lojtari i ri që luan në pozicionin e qendrës jugs është ndeshja e dytë. Normalisht i duhet edhe pak kohë sepse brenda një jave i ka zhvilluar 2 ndeshje, kështu që i duhet edhe pak kohë adaptime. Shpresojmë që trajnerit të arrit ta menaxhojë dhe ta fusin në skemat dhe ritmet e lojës që të na ndihmojnë në vazhdimsi të këtij kampionati.